Kryesocialisti Edi Rama rinisi këtë të diel podcastin e tij, duke çelur në të njëjtën kohë edhe fushatën për zgjedhjet e 9 nëntorit në Tiranë, ndërsa Erion Velia i vijon betejën ligjore për të pezulluar dekretin e presidentit Begaj për zgjedhjet në Tiranë. Rama u shfaq për krah kandidates së socialistëve Ogerta Manastirliu, duke theksuar se Tirana ka mbetur pa drejtim për shkak të një procesi gjyqësor të dyshimt, por kryeqyteti nuk mund të presë më. Tirana mbeti pa kryebashkiak, si pasojë një zhvillimi brutal të lidhur me drejtësinë. Kryetari i bashkisë u mor nga zyra pa gjyq dhe u çuar në paraburgim, ku vazhdon të mbahet ende prej gati 8 muajsh përmes një procesi me standarde që, për ta thënë butë, janë të dyshimta. Por ama ndërkohë Tirana nuk mund të presë më. Dhe kush thot të kundërtën, thjesht nuk e ka idenë se çfarë duhet që kjo lokomotivë e Shqipërisë të ecë me ritmin e duhur. Kryeministri kishte një përgjigje për të gjithë ata që kritikuan presidentin Begaj për dekretin e zgjedhjeve në Tiranë. Ata që diskutojnë legitimitetin e dekretit presidencial për zgjedhjet nuk kanë faj. Se nuk kanë as shkollën, as pavarësinë intelektuale dhe as dijen mbi kushtetutën të Ilir Rusmajdit, këshilltarit juridik të presidentit dhe ministrit të drejtësisë Partisë Demokratike, që vetëm për hir të integritetit të tij moral dhe profesional dha dorëheqjen dhe nuk pranoi të bëjë palë me korrupsionin. Gjatë bisedës me kandidaten Manastirliu, Rama rrofeu për herë të parë se pse ja besoi asaj garën për drejtimin e Tiranës pa e pyetur më parë. Teja më tha, si ka mundësi që nuk të pyeti. Emili më tha, po mirë, nuk e çfarë ti bësh tani, do e bësh edhe këtë gjë. Përgjigja pse s'të tha është s'ka njeri perfekt dhe i ka defektet e veta. Po përtej kësaj dhe përtej momentit parë që ti vetë si e ndjen këtë barë mbi supe. E para, kryeministër, mua nuk më shëdën rasti t'ju shpreh mirënjohjen për besimin. E shoh si një përgjegjësi shumë të madhe, një sfidë të përbashkët në atë që secili prej nesh si qytetar duhet të bëj për vendin e vet. Në episodin e 5 të podcastit Flasim, kryeministri Rama deklaroi se mandati i 4 të qeverisës do të përqendrohet në çlirimin dhe transformimin e hapësirave publike në vend, ndërsa synimi kryesor është mbyllja e kapitujve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit të ardhshëm.